por mendoj që ka një vijë që nuk duhet kaluar dhe kjo vijë është detyrimi jonë i të gjithëve për ta respektuar rendin kushtetues. Siç jeni në dieni, seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Republikës së Kosovës për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, të cilën e kemi filluar më 5 mars 2026 e kam ndërprer për shkak të mungesës së korumit. Më 6 mars 2026, Presidentja e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, nxjerr dekretin numër 24/2026 për shpërndarjen e legjislaturës së 10 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pasi që gjykata shpalli të pavlefshëm dekretin, janë adresuar shumë pyetje se pse nuk e kemi vazhduar seancën që e kemi nisur më 5 mars. E ndjej obligim që të sqaroj në këtë seancë teksa po flasim për këtë proces. Nuk kam pasur mundësinë ta bëj thirrjen për vazhdimin e asaj seance duke I ditur paraprakisht qëndrimet publike të subjekteve opozitare që ndërlidhen me bojkotin në seancën për zgjedhjen e presidentit. Në seancën e datës 5 mars, bazuar në aktgjykimin e gjykatës numër KO 29/11, kam kërkuar nga opozita që të vinë në atë seancë dhe të ushtrojnë obligimet e tyre kushtetuese. Në një demokraci parlamentare mund të ketë dallime të thella politike, mund të ketë përplasje, debate, madje edhe mosmarrveshje të forta. Por mendoj që ka një vijë që nuk duhet kaluar dhe kjo vijë është detyrimi jonë I të gjithëve për ta respektuar rendin kushtetues. Pra bazuar në këtë aktgjykim, thuhet: gjykata vren se lidhur me numrin e votave që kërkohet për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, neni 86.4 I Kushtetutës siguron se presidenti I Republikës do të zgjedhet me 2/3 e deputetëve, përmend raundet, por ajo që ka është rëndësishme thotë që minus ata deputet të cilët kanë marrë leje nga kryetari I Kuvendit dhe kandidati I cili merr 80 vota ose më shumë vota nga të gjithë deputetët zgjedhet president. Po ashtu sqaron edhe procedura tjera. Mungesa e opozitës është një veprim që prodhon pasoja direkte, bllokimin e një procedure kushtetuese dhe shtyrjen e vendit drejt një krize të panevojshme. Unë nuk jam këtu natyrisht për gjykuar motivet politike të askujt, sepse nuk është në rolin tim si kryetare e Kuvendit që ta bëj këtë, por është detyrimi imi që të mbroj funksionimin kushtetues të këtij institucioni sepse aktgjykimi I gjykatës kushtetuese e ka sqaruar këtë çështje në mënyrë përfundimtare. Deputetët janë të obliguar që të jenë të pranishëm dhe të votojnë, përveç rasteve kur kanë marrë leje të rregullt paraprake. Ky është standardi që buron nga rendi ynë kushtetues. Pra ka një ndërlidhje ndërmjet kërkesës për qenë 2/3 në këtë kuvend dhe që votojnë. Ka një ndërlidhje me obligimin e tyre për qenë të pranishëm dhe që të marrin pjesë në procesin e votimit, qoftë për, qoftë kundër, qoftë abstenim. Sot përballë këtij standardi kemi një realitet fatkeqësisht krejtësisht tjetër. Të nderuar deputet, unë jam drejtuar gjykatës kushtetuese për këtë situatë me njëherë po a dytë kur e kam ndërprer seancën e 5 marsit. Përgjigjja ka qenë e qartë. Kjo çështje është res judicata. Pra është vendosur njëherë e përgjithmonë. Nuk ka hapësirë për interpretime të reja apo për shmangje nga ky detyrim. Mandati që ne e mbajmë nuk duhet të ushtrohej sipas kalkulimeve të momentit, është një përgjegjësi që nuk mund pezullohet kur bëhet e papërshtatshme. Nuk mund të flasim për demokraci funksionale ndërkohë që institucionet tentohet të bllokohen përmes mungesës